Atë të cilën e kemi thënë që punësimet të cilet janë bërë, nuk është se janë bërë me një konkurs të vetëm. Janë bërë punësime në për agjensi të ndryshme, janë bërë në për institucione, në për në flasë në përgjithësi. arsime, kështu me radhë, po, në të gjithë sektorët, në të gjithë porët e institucioneve dhe e kemi bërë edhe atë të cilën e kemi kërkuar nga opozita që të zgjidh një vit në cilin ata mendojnë që kanë bërë më shumë punësime dhe të bënë krahasimin. Kemi arritur të bëjmë mbi 2500 punësime dhe mbi 800 avancime në institucione shtetërore dhe ka punësime për këtyre të cilet janë të përkohshme dhe ka të cilet para zgjedhjeve lokale, vetëm thënë kanë nisur proceset apo janë hapur konkurset për punësime të përhershme, po ashtu edhe këto të përkohshme do të transferohen në vitin që vjen në punësime të përhershme. Kemi sjellur ligj ku kemi bërë propozim ndryshimi, ligj i cili tani më është në fuqi dhe do të nisë të implementohet nga 1 janari, ku administratorët të cilët do të punësohen si bashkëpunëtor të ri, me 1 apo 2 vite përvojë pune që do të bënë, automatikisht do ja lejon ligji që të avancohet nga bashkëpunëtori i ri në bashkëpunëtor, bashkëpunëtorët e lartë, e kështu me radhë deri në këshilltar apo udhëheqës njësie, dhe politika do të largohet apo nuk do të ketë ndikim brenda në administratë. Kur i kemi marrë mandatin në fillim të vitit, në mes të vitit 2024 në qershor, kemi pasur 13% numrin e papunësisë në vend, dhe tani është 11.5%. Është një ulje drastike që do të punojmë, do të krijojmë mekanizma, do të krijojmë masa që kjo numër i përqindjes së papunësisë të ulet, duke ndër 10%, duke marrë parasysh edhe pjesën tjetër se sa janë punësuar, pasi që ka pasur kritika që është ulur numri i papunësisë shkaku i imigrimit, por në qoftë se e marrim vetëm të dhënat e fundit, kemi 7.000 qytetarë më pak të numri i të papunësuarve dhe 7.000 më shumë të numri i të punësuarve, që është numri po ai i njëjtë i cili janë transferuar në të punës.